Cilat janë konkluzionet kryesore të raportit të politikës monetare për 3 mujorin e parë të vitit 2025? Raporti i politikës monetare për këtë 3 mujor në tërësinë e tij konfirmon trendet pozitive dhe konkluzionet e analizave që ne kemi patur edhe më përpara. Pra në mënyrë të përmbledhur, në bazë të informacionit të disponuar, ne konstatojmë një ecuri të mirë të ekonomisë shqiptare, çka do të thotë një rritje ekonomike relativisht solide dhe në nivele të larta, e pritur pranë nivelit 4%, rritje kjo e cila shoqërohet me rritje të punësimit dhe të pagave në ekonomi, rritje të shitjeve të biznesit dhe përmirësim si të gjendjes financiare, ashtu edhe të mirëqenies të shoqërisë shqiptare. Nga ana tjetër, ajo që ka rëndësi nga këndvështrimi i politikës monetare të Bankës së Shqipërisë, është fakti që inflacioni vazhdon të jetë i ulët dhe nën kontroll. Pra, konkretisht, 3 mujori 4 i vitit 2024 u mbyll me një normë inflacioni pranë nivelit 2%, dhe kjo na inkurajon ne që ekonomia shqiptare do të vazhdojë të ketë një trend pozitiv zhvillimi edhe në vitin 2025, që do të thotë një rritje ekonomike solide të karakterizuar nga një nivel nën kontroll të çmimesh. Konkluzioni i tretë është që politika monetare ka pasur një kontribut pozitiv dhe mund të ndalemi në gjërësi në vazhdim në këtë pikë, dhe për momentin qëndrimi aktual i politikës monetare, që do të thotë norma bazë e interesit në nivelin 2.75%, mbetet e përshtatshme për një zhvillim të qëndrueshëm dhe të ekuilibruar të ekonomisë shqiptare. Si e shikon Banka e Shqipërisë gjendjen e ekonomisë shqiptare dhe cili është parashikimi për të ardhmen? Gjendja e ekonomisë shqiptare është solide. Siç e kemi thënë, pavarësisht sfidave jo të pakta me të cilat jemi përballur gjatë këtyre viteve, dhe ndër të tjera edhe normalizimi i qëndrimit të politikës monetare gjatë vitit 2022-2023 ishte një moment stresi, do thoja, për sistemin financiar dhe për ekonominë shqiptare. Përsëri trendi i rritjes ekonomike ka mbetur pozitiv. Baza sektoriale e zgjerimit të aktivitetit ekonomik është relativisht e gjerë, pra kemi kontribute pozitive nga sektori i shërbimeve dhe nga sektori i ndërtimit, ndërkohë që sektori i industrisë dhe i bujqësisë ka një performancë krahasimisht më të dobët në raport me këto dy sektor, por gjithsesi në këndvështrimin makroekonomik, pra të atyre faktorëve që përcaktojnë ecurinë ekonomike në afatin e mesëm dhe të gjatë, ne gjykojmë që situata mbetet pozitive. Tu kam parasysh faktin që konsumi i brendshëm, konsumi familjar vazhdon të ketë ritme relativisht të kënaqshme zgjerimi. Ky konsum ushqehet si nga rritja e punësimit dhe pagave, që do të thotë një nivel më i lartë të ardhurash të disponueshme për familjet shqiptare, ashtu edhe nga vënia nën kontroll e inflacionit dhe prezenca e tij në nivele të ulta, në 2%, që ruan fuqinë blerëse të familjeve dhe favorizon konsumin. Nga ana tjetër, po ashtu, investimet e bizneseve kanë pasur një kontribut pozitiv në rritjen ekonomike për gjatë vitit 2024, të ushqyer si nga fakti që kërkesa për mallra dhe shërbime është në tërësinë e saj e lartë, ashtu dhe nga fakti që kushtet financiare janë pozitive, janë favorizuese për nxitjen e kreditimit. Pra, kërkesa e brendshme si zgjerimi i konsumit familjar, zgjerimi i investimeve, por nga ana tjetër dhe kërkesa e huaj kryesisht në formën e rritjes të ardhurave nga turizmi, kanë vazhduar dhe ne presim që të vazhdojnë të mbështesin ecurinë ekonomike në vitin 2025 e më tutje. Nga ana tjetër, siç e thash, po ashtu inflacioni mbetet në nivele të ulta, që është një arritje e madhe e politikës monetare, sepse ne arritëm të përballim valen e goditjeve që erdhi nga tregu i huaj, të kufizojmë ritmin e rritjes të inflacionit dhe pastaj ta vendosim atë në një trajektorë rëndëse, pa dëmtuar qoftë perspektivat e rritjes ekonomike, qoftë edhe ekuilibrat financiar të vendit. Në termat e inflacionit, gjej me vend theksoj që na ka ndihmuar dukshëm edhe forcimi i kursit të këmbimit gjatë periudhës 2023-2024, ka qenë një nga faktorët kryesor që ka ndihmuar në vënien nën kontroll të inflacionit dhe ka qenë një faktor që na ka ndihmuar po ashtu të mos jemi shumë agresiv me normalizimin e qëndrimit të politikës monetare. Pra, kostot e dizinflacionit të ekonomisë mos ja kalojmë konsumit të brendshëm në formën e interesave më të larta dhe në një formën e një zgjerimi më të ngadaltë të kredisë.
Nga ana tjetër, presionet e brendshme inflacioniste, që do të thotë balanca e kërkesës dhe ofertës si për mallra dhe shërbime, ashtu dhe në tregun e punës, duket që po vjen në përmirësim, pra në gjykimin ton, kjo balancë, kjo ecuri më e balancuar e kërkesës dhe ofertës në ekonomi, së bashku me një qetësim të presioneve të huaja inflacioniste, do të na mundësojnë një kthim gradual të inflacionit në objektiv për vitin 2025, objektivi jonë ka qenë dhe vazhdon mbetet niveli 3%, i pritur ky të ndodhë gjatë gjysmës të dytë të vitit në vazhdim. Pse Banka e Shqipërisë vendosi të mbajë të pandryshuar normën bazë të interesit? Vendimet tona për normën bazë të interesit janë të kushtëzuara gjithmonë nga gjykimet tona mbi balancën e presioneve inflacioniste në të ardhmen. Pra kuptohet që vendimet e politikës monetare nuk e ndikojnë ekonominë në kohë reale, kërkojnë një fazë kohe me të cilën transmetohen në ekonomi, dhe për këtë arsye ne bëjmë projeksione të vazhdueshme për të parë si do të jetë ecuria e inflacionit dhe balanca e presioneve inflacioniste në të ardhmen. Siç e thash, në gjykimin ton, ne presim që inflacioni të kthehet në objektiv gjatë gjysmës të dytë të vitit 2025, që do të thotë për momentin edhe tani qëndrimi aktual i politikës monetare, që për publikun e gjerë përkthehet praktikisht në nivelin e normës bazë të interesit, prej 2.75%, është i përshtatshëm. Do të thotë që ne nuk menduam që kishim nevojë të reagonim as në kahun rritës, as në kahun rënës me normën bazë të interesit. Megjithatë ka dhe një faktor tjetër, fakti është që politika monetare, qëndrimi i politikës monetare aktualisht ka qenë dhe vazhdon të mbetet stimulus për ekonominë shqiptare. Këtë e shohim në nivelin e ekspansionit të kredisë në ekonomi, e cila ka pasur një trend të dukshëm të qartë rritës gjatë vitit 2024, dhe gjithashtu e shohim edhe në nivelet e bollshme të likuiditetit në ekonominë shqiptare, dhe në nivelet e ulta të normave të interesit në gjithë arkun e instrumentave financiar në ekonomi, qoftë në terma të depozitave të normës të interesit të depozitave, qoftë në terma të normës të interesit të kredive apo të letrave me vlerë të qeverisë. Pra, për momentin u gjykua e përshtatshme dhe arsyeshme që qëndrimi i politikës monetare të mbetej ai që është. Si vlerësoni rezultatet e deri tanishme të politikës monetare të Bankës së Shqipërisë? Në tërësinë e tyre kanë qenë rezultate pozitive, mendoj që kemi ndjekur një politikë monetare të kujdesshme, të arsyeshme, e cila ka rezultuar e suksesshme. Pra, reagimin në kohë dhe në masën e dur gjatë vitit 2022-2023 në drejtim të rritjes të normës bazë të interesit, me ritme të kushtëzuara qoftë nga ecuria e presioneve inflacioniste, por edhe nga trendi forcues i kursit këmbimit, ishte më se mjaftueshme për të vënë në kontroll valen inflacioniste që erdhen nga tregu i huaj dhe për të kryer procesin e reduktimit të inflacionit ose dizinflacionin e ekonomisë gjatë vitit 2024 kryesisht. Ajo që ka rëndësi në ndryshim nga shumë vende të tjera, besoj për çdo që ndjek zhvillimet ekonomike në botë, është fakti që ky dizinflacion i ekonomisë, pra ky trend rënës i inflacionit, nuk u realizua në kurizë të qoftë aktivitetit ekonomik, pra të ngadalësimit të dukshëm të ritmit të rritjes ekonomike, siç ka ndodhur në shumë vende, qoftë edhe nuk u pasqyrua në rëndimin e bilanceve të sektorit bankar me kredi të këqija ose me humbje financiare. Pra mendoj që kemi qenë mjaft të suksesshëm në përmbushjen e objektivit tonë primar, stabilitetin e çmimeve, duke mos gjeneruar implikime negative në aspektet të tjera të aktivitetit ekonomik.